desha me thonë se gara në Mitrovic ka qenë betej, pothuajse betej e krejt Kosovës që i ka interesu, për interesimin që Kurti edhe pozicionimin që Kurti ka pas atje. Pra, gara ka qenë e pa drejt që në start, do më thonë, që në start është bo një garë mes Arjan Tahirit të PDK-s dhe mes Albin Kurtit të kryeministrit në detyrë televizjes vetëvendosje. Pra, gara këtu është bo. Dhe që ka ndodhë? Në fund, do më thonë, për krejt rrugtimin që kemi pa na, sidomos të 10 ditët e fundit të balotajit që pothuajse komplet qeveria ka zbarku me këtë arsenalin, po ka pjetë në Mitrovic, në fund, kur e panë që s'po munden, sepse u ka një disponimi qytetarëve, tash mund nuk po m'intereson, a ka ndilku batoni, a s'ka ndilku aja kjo. Po me që thatë, ka qenë një disponimi qytetarëve, se na kemë plot shoshni e plot familjarë në Mitrovic dhe ka të regu si është një disponim pro Arjanit. Në fund që ka ndodhë? Në fund ndodhë që treni bulgar i vota. Pra, ka qenë insistim me gjdo kusht, me gjdo form, me marë Mitrovicën dhe me mujtë Arjan Tahirin. Kjo është të vërtet që ka qenë me gjdo kusht qeveria ka dashur të bëjë. Është një të gjë që ka bërë shumë thoshë kur kam qenë unë kandidat, me të këtë qeverinë e tij ka zëmëris, po mua më ka dukë normal. Po në ditën e zgjedhjeve, a ka zbrit ditën e zgjedhjeve? Po, dhe ditën e zgjedhjeve tonë u kon gjithë ditën. Për jetu e bu nervoz profesore. Kadria e Mitrovicës s'ka. S'ka orë, ka hongër flia te Kadria aty. Domethënë tonë kon çasade u sjell sepse për to kënë e rëndësishme, edhe pra shumë thoshën kënë e rëndësishme me fitu Mitrovicën. E rëndësishme u dogmë normale, kur ai e ka falsifiku proces verbalin, që ka po vepër penale. Ai u nxin, u vërtetu, në fund, edhe ai gjykatësi që ka nënshkruat vendimin, u deki shkrete të nesmën e qasoj ditë që ka nënshkruat vendimin. Me qëto pa regullësia, konsideron që vendi do të me shku, do më thonë Mitrovica do të me shku në rivotim. Vetëm t'i shkon legjin në kombinim, ishtë dash me shku. A ishtë dash me shku si bas teje, me kri qëto pa regullësia. A duhet as Mas pare duhet më konstatu që të janë qka o paregullësia? E dyta... Jo, paregullësia u konstatu nesë. Mjaftushë me Në komisione ku kanë qenë 4 komisionerë PDK-s dhe njëj vetëvendosës, po thuhet që ka vjedhë vetëvendosja. Do së mush për jamush menin dikuj. O ka qenë ndryshe, po më dojë, kur kam qenë une, se kanë qenë shumicën e komisionerëve i ka kontrolu atër kanë qenë 7, jo 5. E shumicën i ka kontrolu PDK-ja. Po, të përmë se thuja. Edhe ato taloncës, edhe ato shumshme. Se je i bindu në sarë që VV-ja si kontrolon shumicën. Po nuk është sepse jenë komisionerët jenë konkret në koalicion me... Ja, po koalicion një kona LDK-ja votoj fatën Video e 5. fundit që del, mentor, video e fundit që del nga Mitrovica është edhe libri am, ku është evidentuar plet votimin, ndryshe e ka edhe ngjyrën e pletave tjetër. Pra që ku e ki, da shta qoj ty në... Dërgama... Mentor? Ta qoj në këse. Po. Unë mendoj, për me eliminu këtë situatë, vendi në Mitrovica du të me shku në rivotim. Defekti u konstatu. Manipulimi u konstatu. Jënë konstatu numërat, jënë ardhë fletë votimet për një fletë votimi tjetër, një fletë votim tjetër, po dalin pa numër së rëgë, jënë ka konstatuat, gjdo moment po konstatuat edhe po shtohen shkeljet, po shtohen manipulimet, po shtohen dyshimet që ka pas manipulimi. Pra ndaj do të me shku Mitrovica në rivotim. Kjo është për me erujt këtë farë procesin të na, për me erujt këtë loj procesin demokratik që Kosova ka qenë shambull për zgjedhje, për mbajtjen e zgjedhjeve, qofshin ato të përgjithshme, qofshin lokale. Për shkak se kjo tash e ngrita në dyshim tjetër për mendimin të. Nëse ka ndodhë tash, atër kush mundet mja ek njerëzve këtë shqetësim që nuk ka ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme, në nonë shkurt, edhe që nuk ka ndodhë dhe para 4 vjetë në 2021, E more në... Po, e tërkoma në Peregjia, tash... 14 shkurt. 14 shkurt. Kush mundet tash, se tash kjo ngrit shqetësime tjera, që ka mujt me qenë manipulume dhe zgjedhjet e nonë shkurtit. Se këgja sofistikume, se po ndërprej, këgja sofistikume është kjo lojajnia. Kjo shumë e sofistikume dhe kjo... Edhe kjo bëhet, kjo bashën një inxinjering i sofistikum, i cili sigurisht
ka ndodhur edhe në për vende tjera, edhe bëhet me ekspert që e din këtë farë pune. Po për që ata duhet me pas hetimet thella në këtë punë, duhet me pas hetimet prokurorisë speciale, me ekspert që jetojnë këto raste, zgjedhjeve, ndoshta me lyp edhe ndihmë edhe për vendeve tjera, mike që i kem, për me ardhur dhe me bë ekspertiza në këtë farë pune. Për shkak se nëse që kjo del, e vërtet, se tash unë s'po moj me arë në përfundim se na veç po flasim bashkë me çfarë videon që Nëse mund të tregjia Nëse këtu, që kjo që del, ta shikojeni kemi më të video. qartë. Po. Sa të kemi edhe këto më të qartë videon, po mentor? Nëse kjo del e vërtet, atëherë seriozisht ky vend edhe ky popull ka arsye të mëdha për me qenë shumë i shqetësuar. Kur shkon, do të thoni komunë Këtu do të më thonë dikush përgjegjësi me. mentor, dikush do të më marrë dhe përgjegjësi kështu, ju veç më shkon ripotem. Realisht, absolutisht do të më marr përgjegjësi. Qysh shkon kjo vallë? Po, çfarë për çeta janë etosia. Për çeta është prokuroria speciale, po më thash, nëse është e nevojshme, nëse s'kan ekspertat kësaj fushë, me konstatu, i thonë duremisht, çka ka të keqe mo hetu deri në fund kjo punë. Kur që? Ne, Se po çka ka tutën të keqe. Ama mirë mo Se po thonë, tutën më ata se qartësu, kanë popullin. o ma mirë më qartësu kjo puna me gjithmonë kjo dilemë. Ama ka ma mirë më qartësu puna atëherë kur e kanë vetë kandidat, a me gjithmonë të është dilemë. A kështë pos shef të provë kur e ko kandidat? Edhe, ade pse do të më qartësu, edhe që të thamë edhe e mshela se ko kënë zej me folësër. Se nuk je friksu të me një votim, në arsye se ke di që ki vuta. Edhe një çështje, për përfundoj. Domethënë, ade pse do të më qartësu urgjent kjo punë, thash, për shkak se i kemi zgjedhje të përgjithshme shumë afër. I kemi në 10 orë. Edhe na do të me eliminu këto çështje për shkak se Nuk adi muna me hime një çka mundet proces me me ndodh, ndu. adi çka mundet me ndodh zgjedhje të përgjithshme. Njerëz nuk dalin me votu. Zgënjen. Po jo votutën që ju kesh përdorët vota, pse do të më dalë me votu? Po, që me presin tash videon që tash na del që na dërgoja për dita në... Po, mentor? Po, jeton që të shohim tali redho në vendin pak? Që ta keni ma qartë pamjen? Jo mërë, kjo është... Kjo është shumë e qartë. Nuk ka bre, nuk ka... Unë s'pe di pse dohet profa edhe pak kohë për me kuptu këtë proces. Se fakte, pro. Unë po kuptoj që aty ka mund me pas përgjësi. Po, ti po thuë që vëdëndosja i ka, unë e di, në gjata njerës. Ata me mujt me vjedhë në i sen për gjepe, vjedhën, po nuk kanë kapacitet atë me dalë me shku më Ata nuk me kanë vjedhë. Ata për si sene. Vetë, do më thonë, këto kapacitet për me bo, si sene e kanë aktivistat e PDK-s. Ja, që kja adi që shokë. Mos janë kanë PDK, janë dalë tash vetë E vendosje. kanë këtë zëtësi. Janë për to mahera për këtë. Reagoni veç e vetë se nuk po të Edhe gjuani edhe ata nuk po e kanë kuptojani. pas